Vini nga Peja, si ishte jeta atje dhe familja suj para luftës, kuptohet si unë jam nga zona e Prizrenit, ndërsa juve nga zona e Pejës, po çfarë kujtimesh mbani nga ajo periudhë? Po, faleminderit. Unë faktikisht jeta jem i përmbledh pikat shkurta në Pejën, Mitrovicën dhe Prishtinën. Unë jam Mitrovicalike, kam linë në Mitrovic se familjes Berani, vajza e mirë Beranit. Kemi shku në Pejë në moshën dikun kam qenë 7-8 vjeçare, po harroj saktësisht se normal jam tash koxha një kohë që më harru me kujtu detajet. Por kemi shku se babai im ka qenë inxhinier, ka specializuar në Amerikë dhe kanë ftu si kuadrën Pejë. Ka marrë banesën e kështu me radhë. Por Mitrovica më kujtohet shumë pak momentet mira në qatë kohë. Deri në moshën 7-8 vjeçare në Pejë, kem kalu mirë, kemi pasur koqësit shumë të mirë, i përshëndes kudo që gjinin nëse kanë rast me pa këta. Vetëm një gjë që ndoshta kritikona për çit sinqeritet, po shpresoj që vetëm kam i ndihmu tjerëve, nuk kam kurrë qëllimi tjetër, që në atë kohë timën sa kam qenë në Pejë, më duket që për shkak që ne jemi bajt për një vend i Mitrovica që ka qenë një vend më pak superior, krasje me Pejë, më duket që në atë kohë kultura nuk ka qenë e mirë, po jo shumë mikpritse për të tjerët. Një farë mënyrë e quajt katundar, kur gjë nuk është në kreti, më katundar një farë mënyrë apo tjetër. Më kanë lënë disa mbresa prej moshës 7-8 vjeçare, jo në Kojshillak, si themi ne, njerëz shumë të mirë, po për shembull në klas apo në shoqëri, gjithmonë më ngurume, si qytetare e rendit të dy, që gjithmonë ka bre një aspekt. Mandej nana ka qenë më shami, jo edukume, baba edukum, prapë ceki Kojshillaku kanë qenë shumë të integruar, po jashtë historia e Pejës me Peja me Gjakovën vazhdojnë edhe sot e kësaj dite punën e se kush dominon dhe kush nuk dominon. Kjo vazhdon edhe sot. Po në atë kohë është ndjerë edhe kjo në atë kohë. Pra ju po themi fëmijërinë e keni kalu mes Mitrovicës dhe Pejës. Po, Pejë deri në high school, deri në shkollën e mesme, mandej në shkollën e mesme kom shku në studime në Prishtinë me fillu fakultetin juridik, kam mbaru fakultetin juridik dhe jam martu në Prishtinë. Po ka dhe momentet mira në Pejë, kuptohet, po çajo çështja e superioritetit më ka pengu dhe prap ndikon sot në jetë, për shembull, por në tjetrën anë ka kriju çast shumë empati që ju në mundona kur mos më ndi vetën superiorin në mënyrë apo tjetër në krahasim me njerëz të tjerë, kështu që ka pasur ndikim pozitiv.